Deputeti i VMRO-DPMN-s, Brane Petrushevski, doli me akuza ndaj opozitës LSDM dhe kryetarit të partisë, Venko Filipçe, duke pretenduar se ata kanë standarde të dyfishta sa i përket politikës ndaj migrantëve. Sipas Petrushevskit, 4 vite më parë qeveria e udhëhequr nga Zoran Zaev ishte e gatshme të pranonte migrant në Maqedoni, ndërsa sot Filipçe është kundër migrantëve të supozuar. Petrushevski theksoi se VMRO-DPMN, si atëherë ashtu edhe tani, ndjek dhe do të vazhdoj të ndjek politik antimigrante, duke shtuar se historia dhe lajmet e reme të krijuara nga LSDM po bien poshtë. Ja tashmë 2 ditë heshtje nga Filipçe dhe LSDM për temën inekzistente të emigrantëve, pasi zbuluan synimet e tyre të vërteta për sjelljen e migrantëve në Maqedoni. Ata po ikin nga gazetarët dhe po fshihen në Bihaçka. Deputeti i VMRO-s kërkoi nga LSDM që t'i përgjigjet opinionit publik se sa migrant ishin të gatshëm të pranonin në Maqedoni dhe nëse zëri i tyre aktual mbi këtë temë buron nga fakti se në vitin 2018 ishin të gatshëm të sillnin mijëra migrant. Gjithashtu sipas tij, LSDM duhet të nxjerrë mësim nga 3 ciklet e mëparshme zgjedhore dhe të zbatojë reforma brenda partisë.